Kemi të bo hapa për para. Berlini është shumë i paknosur me dy gjona. Me drejtimin që përmerë qeveria, edhe me partinë motet vetën me LDK-n. Adenoa Stiftung, unë mendoj që nuk i ka hije, LDK është të i prej hijet e veta. Prej që ka vdek presidenti Rugova, kjo partive s'ka shkutu të kur, si parti për mu është parti motor, për onës Gjermanisë, konservatore, po sa hije ka prej i ka qitë më kolbë, rasti ma i keqë që shone, unë me agimin s'kom pas në e mardhonjë përsarisht kemi qenë deputet, po si antari partisë, si kryetari po dëjevës, me largu një personalitet, nështë s'ka qenë një letë për ta. E mi kushtu LDK-s 4 komunë ta, po thojnë që kanë fitu Prishtinën, po për mendim tamen, Prishtina nuk është LDK-s. Flasim për aleancët, ma shumë se sa për atë çështje visa. Po tash shanal pak të kjo puna diasporës, mërgatës, sepse mendoj që janë plot të gjëra që na këtu po i trajtojnë në mënyrë të gabuar, për sa i përket mërgatës, që është si më shumë ndikuar prej politikës. Se para unë mendoj që shteti i Kosovës mërgatën nuk duhet me pa në funksion të asnjë prej partive politike. Po ajo mund të jetë kontribut shumë i madh për Kosovën. Dhe jo vetëm kontributin që na e vlerësojmë, sepse është i vërtet, pra remitencat dhe rëndësia që ato kanë për ekonominë e Kosovës, që është e vërtet që e kanë. Po unë mendoj që mërgatën na duhet me pa pikërisht në këto të cilën folje dhe nga një, po tras ka nesër njëmi më të jemi në shok, sepse mërgata jon ka lëviz, domethënë nuk është më mërgata viteve 70-80. Natyrisht që ka edhe të tillë, mirë po pjesa më e madhe e mërgatës, veçanërisht në Gjermani dhe në Zvicër ka pjesa më e madhe shqiptarët Kosovës, janë jashtëzakonisht mirë të integruar. Apo jo, në shoqëritë ku jetojnë atje. Pra janë të integruar në fushën e ekonomisë, kanë bizneset veta, punsojnë njerëz, marrin njerëz për Kosovës, i punsojnë atje, dhe dyta janë të integruar në aspekte tjera, të politikës, të sportit, të kulturës, dhe gjitha këto janë asete që shteti i Kosovës mund me i pas në dorë. Të cilat mund me i kontribu shtetit i Kosovës, pa kërku për atyre me sakrifiku kur gjë heq. Pra në punën dhe jetën që e kanë atje. Edhe mendoj që këto nuk e ka bërë qeveria e Republikës Kosovës. Kjo qeveria aktuale, po flas për ta me që është 5 vjet, më shumë e ka pa mërgatën si, që më thonë, si një farë mjeti që mundet me shfrytzu për qëllime elektorale, se sa një aset që mund me shfrytzu për të mirën e Republikës. Për shembull që e përmende Tigrani, jo vetëm ti, po shumë prej jush, lidhet që i keni të azëm në parlamentin gjerman, politikën gjermane, në partit politike, të CDU-ja, të socialdemokratat atje, të kështu me radhë. Kjo kish mujtë më shfrytzu jashtëzakonisht mirë, që ti për shembull me e paraqit një Kosovë cilën ti po don me ndërtu, që edhe ata me e pranu një gjatë tillë. Çka kena bëna? Na si qeveri, na kena hin konflikt me miqton. Në di që kanë herë ju s'doni me thonë, na jena në konflikt me miqton. Berlini zyrtar ka pas shpresat të mëdha në Albin Kurti. Apo jo? E vërtet. Mas 2 vjete i ka ndryshu vetë. Mas 6 muajve. Kjo është dështim i madh, më ndodh, se Kosova është megjithatë mik i perëndimit edhe na duhet me synu çfarë. Tash që drejtim po du pak edhe me diskutu me ty, domethënë mërgata si mërgatë. Vota që vjen prej mërgatës. Pra po them, unë gabim është me e pas sikur mërgata e don veç një parti. Mërgata voton sipas bindjeve politike, në rregull votojnë sipas bindjeve politike, ata se kanë problem. Po mërgata megjithatë e ka një këndvështrim për Kosovën, të cilin unë mendoj që parti tjera, me përjashtim të vetëvendosur që ka punuar më shumë me ta, duhet po ashtu m'ja shpjegoj qëndrimin e vet. Po, se mërgata me që nuk jeton këtu, nuk është që e njeh realitetin këtu që e njohim na. Edhe ata ndikohen prej çkanin, apo tash nëse ti e lën veç vetëvendosje, për 10 vjet më fol aty ata kanë me nuk si vetëvendosje natyrisht. Nëse ti shkon edhe thuk atë se këtyre mund me këshirë ndryshe që punë, ata e këshirë. Dhe e treta që është, unë për një me jam shumë i interesuar që shteti i Kosovës me marrë masa, që qëta njerëz të mërgatës, cilë kanë fitu dijet madhe, përvojt madhe, jo vetëm në ekonomi, pra për e përsërisë në fushjes, që ta me këqyrë, me jau kërku që me ndihmu Kosovën. Pra po thëmë, në rregull është me lyp vota, lyp një vota se cili, po kur të merrni pushtetin me e shti qatë mërgatë në funksion të shtetit të Kosovës, sepse është qasi fuqie e madhe, për shembull çevesh për marrë një rast. Qyre çfarë promovimi, jashtëzakonshëm Kosovës ja ka bërë Dua Lipa, një këngëtare shumë e famshme, me gjitha do mundësi. Mërgatë është. Mërgatë është. Për vetë fakti që ka bërë festivalin të Prishtinë që marrë për 20 vjet, kitë botë tani për atë punë.
hadi sa mundësi që si kemi na. Hadi, te edhe më mirë se unë. Po, unë po mundona, ka pamja jam me full për diasporën për Mërgatën. Na kemi 1 milion shqiptarë në Bashkimin Evropian. 450.000 kanë shku 20 vitet e fundit për moshës në Gjermani, 20 dhe në 35 vjetë. Unë në Hamburg s'kom kriju kur degë. Për asyne vetme se jemi gjithë shokë, jemi miqë, jam kundër degës, kundër përqamjes diasporës. Ai që donë ma jabë botën, ai që s'donë ma jabë. Po ju lutna. Me respekt ma. Mërgata i ka 1 milion njës jashtë. Vetë vendosja po rinë me organizu 30.000, 40.000, nuk është këtë. Realiteti është që na jemi kënë hjek edhe kënë dëshire juna vetë Mërgatës mos më pas përqamje politike. Po, mas pavarësis, mas pavarësis nuk ka parti politike, LDK-ja, PDK-ja i kanë shu dek në na kemi shkru me këtë, kemi pas një kërkesë. Nëse dojnë me morë votat tona, ka pas mundësi parlamenti, me pas zgjedhje parlamentare në pushime verore, në ngushtë. Janë 6 javë pushime, atër mujnë më morë direkt pjesë. Për informum jemi të informum shumë. Se i merë vetë vendosja 40.000 vota, 30.000. I merë së është një gjenerat e iPhone-it, është një gjenerat që janë matë lidhën. Bësa janë edhe një gjenerat pak matë pak të knoqën. Dikush që ka punësione, nuk ka mundësi shumë më dalë, më shku me lypë, fletë votimin, më shku me votu. Janë ma të organizum, po kurse si së është diaspora e përqëndrume një fushatë. Edhe nasionë si Aleoncë, është një fillim, bebi. Edhe kur ka qenë LDK atëherë, kemi pas një eufori, e kemi votu, jemi munu, atletaria, dhamë zemrat, mërmolle dhe shenë diçka në opozit. Po mu më mërmenet që tashti veç ka nisë më uftof. Një bastë më dhe ka LDK. Edhe Ramushin e dojnë këtë Mërgata. Po a dim me lypë votën, na? Nuk ishtë dashtë kur, unë e këmë dëgju teori, a duhet më vendosë fatin politik të Kosovës, diaspora. Nuk ka fati politik i 50.000, asin 100.000 vota. Ati nuk vendosit. Mënyra që shë organizuan partit politike, misa e din më mirë, janë ata ma aktiv, janë më të ri, janë të kompjuterit. Tash një nga mujmë edhe teori që janë 1.000 vetë që bojnë në shkipin e punojnë, këtë është një e për shtetë të ka dhe mundësin. Po as neve partive opozitore, kur kësë për na ndalën, më konë më aktiv. Po mu vjen tërpë, mi thonë një shoku tam të Hamburgut, hajde të ndalonës. Nuk e kom as qëllimin, as cilin me përqa diasporë. Edhe aty një kësha lutë, është të drejtë, çdo kuj me votu, çdo kanë po, më pas përqamje, shumë mirë ambasadori që i ndaloj, jam gjithmonë për mi ndalu, fushatë zgjedhore më bo më çallamit në me vetë. Të vendosja kështu, ilegalisht në farforme, po. Po, e majlë një herë, mos e majlë.